unë kalim të fotoja parë edhe ajo... Atje në fillim, Dags? Edhe ajo është një moment që unë se harroj kur, është... Resoli në ka pas një problem me mushkni. A je ti aty? Jo mune, po. Sepse pa flok, ndryshe. Jo mune, jam edhe në peshën që më konë pesha ma ullë që më konë është të ndër vite, prej moshës kër kom lu futbol. Kjo është... Resoli, e kam shumë të veçanë si natë, se unë e kom pas një problem me mushkni, më konë ja 26 dit, 27 dit në spital. 27 dit, dhe më thonë gjendje... E kom pas një problem edhe kom hup shumë kilogram, kom hup shumë pesh, dhe më thonë, nashta një 30 kilogram i kom hup për një muj e gjys. Edhe kom pas një problem, edhe në atë kohë, si pak ma i ri njëri edhe, janis edhe overthink. S'po du me folë anglisht se po kritikom shumë për po folëm anglisht në intervista, po thjesht menon gjithë shka, mendja të shkon gjithë kona. Tash unë si i ri, nashta dhe kom ditë që pështoj, po mas ne kom menu qka nëse nuk pështoj edhe një pisanëv që më kishmet mas shumë të Meraku kom ajo sken. Dhe më thonë se une definitivisht për njerës që më njojnë, une atë sken e dashurej. E bëj me shumë qef, e du shumë, edhe një avë dit, 2 avë dit, dhe une mësë me pas koncert, une nuk e di, nuk jem i njëti njëri për disa momente, dhe i sa të vjenë koncerti rasë, se unë për një me du shumë muzikën. Edhe, ajo është performanca e me parë, mas asoj periudës që jëmë konë në spital, edhe që të jëmë një edhe njëherë, si me thonë, i ri lindë, po den. Për mu, u konë shumë e rëndësishme se njerëzit më kanë supportu shumë qatë kohë. Do më thonë, është edhe një fotografi tjetër, që këm pas në shtatë dikun në stëm 2000, në shtatë 2000-3000 postime, që e kanë qitë logon e DJ Dags, edhe kanë shujtë për support për mu në atë kohë. Edhe unë e këm pa, edhe aty e këm kuptu sa të rëndësishëm janë njerëzit, sa rëndësishme është në mbështetja e publikut një farë mënyre, e rrethit të ngushtë edhe njerëzve që të vlerësojnë edhe dojnë për punën që e bën. Edhe thash, ajo është një moment që unë menoj që kom ri lindë edhe një herë. Për publikun me qaru nuk është që kom pas nëjë problem shumë të madhë, thjesht u konë një moment që për mu u konë shumë i ronë, u konë ajo 26 ditëse, që jem konë largë muzikës, jem konë largë njerëzve, jem konë largë familjes, largë shokëve, se jem konë një farë mënyre paka shumë izolum, edhe në pulmologji jem konë, kështu që aty kom rilindë edhe njëherë, ajo është një moment... Faleminderit shumë që e ndave me ne, faleminderit për rrëfimin. Tani, këto sfidat shëndetësore na vinë njëtë, po kur je shumë aktiv dhe do të mbyllësh, ta lësh krejtësisht aktivitetin, aspekti psikologjik pastaj është shumë i vështirë që të mbetet dhe të shoqëron gjatë. Me rëndësishme që e kete e kalu. Po, e kisha edhe një detaj shumë të vogël. Unë isha në spital edhe gjithë ditë për kuriozitetit dhe isha kur lëshona one, kur lirona one, po merë vesh. Edhe më tha, doktoresha apo të premtoj, tha momentin që fillan me shtu pesh, tha kemu liru, tha dhe kemi u këthi jetës normali. Peja se ditës dita mu nalë, më të shtu pesh. Jo, sinqeresht të i vullnetit me medal, me më këthy punës, me më këthy jetës prap, do me thonë, në raste normale, edhe shëru se u konë mi shtu 1.5 kg rana mujës, unë i kom shtu 12 kg. Resulu pa ta qmend, të mjalt, kitë sa në qenë, qatë duhet mi hongër, veç më rekuperu, sa ma shpejt dhe mi u këthy jetës. Do me thonë edhe këtë, një farë mënyrë e kom kuptu edhe sa i rëndësishme më shëndeti, edhe sa i rëndësishme është kujdesin ndaj vetës. Faleminderit shumë. Okej.